Si që dini, Kuvendi Republikës së Kosovës ka 16 komisione parlamentare dhe unë sot zhvillova takimin e parë me kryetarët e komisioneve parlamentare. I diskutuam disa çështje që janë të rëndësishme, por para së gjithash vendosëm bashkarisht që takimet e mia me kryetarët e komisioneve të jenë të rregullta, të paktën një herë në muaj. Sepse besojmë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të intensifikohet puna e Kuvendit të Republikës së Kosovës, prandaj edhe takimet tona, takimet e mia si kryetare Kuvendit me komisionet parlamentare besoj që në këtë drejtim janë shumë të rëndësishme. Diskutuam për agjendën legislative, sigurisht që ne presim qeveria të procedoj programin qeverisës për diskutim dhe pastaj miratimin e agjendës legislative. Disa ligje janë të gatshme, presin veç procedimin në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Kemi shumë obligime edhe në raport me planin e rritjes, por edhe dokumente tjera, prandaj u dakorduam që të vazhdojmë pa vonesa. Shembujt e kaluar ku projekt ligjet kanë mbetur për vite ndoshta të bllokuara në komisionet parlamentare duhet të marrin fund. Rregulloria e punës Kuvendit parasheh afate strikte për trajtimin e projekt ligjeve. Prandaj edhe do të kujdesemi që këto afate të zbatohen. Në anën tjetër janë 33 institucionet pavarura që i raportojnë Kuvendit. Në fund të muajit mars, ato obligohen që raportet e tyre t'ia dorëzojnë Kuvendit të Republikës së Kosovës. Sigurisht se situata me mos konstituimin e Kuvendit dhe votimin e qeverisë pra nga viti 2025 paraqet problem në vete, sepse shumë prej raporteve nuk janë trajtuar, shumë prej raporteve pra presin të trajtohen. Kërkova nga kryetarët e komisioneve që të vazhdojnë punën dhe bashkëpunimin me institucionet që i raportojnë Kuvendit, sepse roli i Kuvendit në mbikëqyrjen e punës së institucioneve të pavarura, këtu nuk hyn vetëm qeveria, këtu patjetër është qeveria, por edhe institucione tjera, është jashtëzakonisht e rëndësishme që të adresohet si përgjithësi. Pastaj janë 36 vende pozita që duhet të plotësohen nga Kuvendi, apo institucione ku Kuvendi duhet të delegoj antartë e zgjedhur prej tij. Në këtë rast, 14 vende baren vetëm nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Pra me inicimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, këto vende mund të plotësohen dhe këtu hyn institucione shumë të rëndësishme. Për shembull, kemi gjykatën kushtetuese me 2 antar presin që Kuvendi të zgjedh në gjykatën kushtetuese, është Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurial, Avokati i Popullit i ka përfunduar mandati dhe 4 zëvendësve të tij, prandaj edhe duhet të veprojmë pa vonesa në këtë drejtim. Në parim, të gjithë kryetarët e komisioneve u pajtuan që do t'i adresojnë përgjegjësitë që kanë, sepse për disa raste varet veprimi i kryetarit Kuvendit, në anën tjetër për disa kryetarit apo kryetarës së komisionit, në përgjithësi të komisioneve. Aspekt tjetër që u diskutua është edhe zbatimi i ligjeve në praktik. Ju dini që Kosova ka ligje të mira, por janë disa ligje që nuk zbatohen fatkeqësisht, prandaj roli i Kuvendit edhe në këtë drejtim është shumë i rëndësishëm. Unë kërkova nga kryetarët e komisioneve që në planet e tyre të punës të adresojnë edhe mbikëqyrjen e legjislacionit, gjithsesi ligjeve që janë fuqi. Për shembull, një ligj në 6 muaj ta mbikëqyrin, këtu mbështetemi edhe nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare që janë të njohura dhe të profilizuara në këtë drejtim. Aspekt tjetër ishte çështja e stafit të komisioneve parlamentare. U dakorduam që ta bëjmë një vlerësim të stafit të Kuvendit në mënyrë që komisionet parlamentare të kenë staf të nevojshëm raport me adresimin e përgjegjësive që kanë. Delegacioni për NATO-n, delegacioni për Këshillin e Evropës po ashtu u diskutuan. Në përgjithësi pra u diskutua roli i Kuvendit. Kuvendi duhet të ketë rol aktiv. Kuvendi është një institucion shumë i rëndësishëm në vend, prandaj edhe si kryetare Kuvendit do të angazhohem që përgjegjësitë tona të adresohen pa vonesa. Nëse keni pyetje? Po. E di që ndoshta pjesa e buxhetit është tema e rëndësishme aktualisht, megjithatë kur jemi në këtë fazë a ka nis bisedimet e tash përshtatshme në universitetet, ka lëvizje vendose është kryer kush partive të tjera. Për këtë çështje ju lutem që të diskutoni me përfaqësuesit nga lëvizjeve vendosje. Natyrisht që si Kuvendi i Republikës së Kosovës ne duhet t'i kryejmë përgjegjësitë që kemi. Unë sapo t'i kem nënshkrimet nga kandidatët, sepse ju e dini që duhet jenë 30 nënshkrime nga 2 kandidat, do t'a thrasim seancën dhe do të procedojmë me këtë. Para së gjithash duhet ketë takime me gjitha partitë politike, cilat janë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, në mënyrë që të adresojnë përgjegjësitë.
Sipas interpretimeve, me 4 mars gjithçka duhet përfundoj. Por unë nuk mund të veproj pa i pasur në shkrimet e kandidatëve. Faleminderit shumë dhe shihemi në takimet e tjera.